Zoti Kurti nuk ka qenë i Zoti me bisedu shtruar me partitë politike, me bisedu për ta bërë një program të përbashkët që zbatohej bashkarisht, por si që është mësuar ky, don me qenë gjithmonë violina e parë dhe pa përgjegje dhe pa përgjegjshmëri në qeverisje. Tani, në këtë variant, askush s'pranon me hy në koalicion. Në qoftë se mendon që të hyet në koalicion dhe të jep dikujt në ministri, atëherë partitë politike të paktën deri tani kanë qenë kundër. Dhe pas parasysh situatën ku jemi, pra Asdjaliti, 9 muaj ishte proklamuar se janë numrat për qeveri, në ndërkohë nuk ishin për kuvend. A ishte kjo, le të themi, një farsë politike gjatë kësaj periudhe kohore? Base ka shpresu që mund të gjej një variant korruptimi të deputetëve. Korruptimi? Po sigurisht, që tjetër rrugë s'ka. Një variant korruptimi, por mendoj që edhe parlamentin nuk ka deputet, me integritet aq të madh sa dalin nga rrethi ku janë, ose nga partia ku janë, që i kanë zgjedhur. Të kalumen kanë dalë, ka pas raste që jashtë bërë transfer deputetësh që kanë votuar për një çështje që i ka interesuar, ose kanë dalë edhe nga një grup politik në grupin tjetër. Kësaj radhe po më duket që nuk ka të tillë dhe është mirë që s'ka të tillë. Dhe rrjedhimisht ai bie që përfundimisht Kurti 3 nuk do të mund të bëhet pa një palë zgjedhje tjera? Unë mendoj që ka një shansë, tani do ta shfrytëzoj ai dhe presidentja një shansë të tillë në ditën që i thret presidentja për konsultime, ata që paraqiten që kanë 61 vota, ose personi që paraqitet kandidat për kryeministër janë 3-4 që kanë qenë fushat. Në qoftë se njëri nga ata ka një numër të caktuar që zotohet që i ka 61 vota, atëherë mund të jep mandatin presidentja. Në këtë rast, nëse Albini ka 61 vota ose më shumë, sepse akoma tregu politik po vlon, atëherë normalisht mund të jep edhe një herë mandatin të tij.